Operacioni i koduar Brands 2 çoi në shkatrimin e një rrjeti të kontrabandës dhe falsifikimit të veshjeve në Kamës, një aksion i koordinuar nga sektori për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në bashkëpunim me Komisariatin numër 5 dhe Forcën e Posaçme Shqiponja, finalizoi operacionin pas një hetimi disa mujor. Gjatë ndërhyrjes, policia zbuloi një magazin ku stampoheshin veshje të kontrabanduara me logo të falsifikuara të markave ndërkombëtare. Në vijim u arrestua shtetasi turk OS, 46 vjeç, ndërsa shtetasi tjetër turk MK, 50 vjeç, u shpall në kërkim. 3 punonjëse të magazinës u procedua në gjendje të lirë. Policia sekuestroi sasi të mëdha madrash, përfshirë veshje dhe këpucë me logo false, makineri lazer për printimin dhe stampimin e logove, si dhe dokumente që do të shërbejnë në hetim. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme për veprat penale, shkelja e të drejtave të pronësisë industriale, punësimi i paligjshëm, kontrabanda me mallra të tjera, tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontraband, ruajtja ose depozitimi i mallrave kontraband, fshehja e të ardhurave dhe falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve. Ky operacion vjen pas një hetimi të gjatë që zbuloi aktivitetin e paligjshëm të magazinës, e cila funksiononte si qendër për falsifikimin e logove të markave të njohura ndërkombëtare. Autoritetet po punojnë për lokalizimin dhe kapjen e shtetasit të shpallur në kërkim, si dhe për ndalimin e çdo aktiviteti tjetër të mundshëm kriminal që lidhet me këtë rrjet.